në Itali. Edhe unë ftoj të gjithë shqiptarët që do na shikojnë gjatë emisionit të shkojnë të shohin filmin në Itali në UCI Kinema, pra në të gjitha sallat e kinemas UCI dhe në kinema Diana në Savona, që të shohin filmin, shikojnë kineman që kanë më afër, të shkojnë sepse do gjejnë një pjesë të vetes tyre aty, do gjejnë një pjesë të kombit tyre aty dhe mos ta lejmë një projekt të tillë që të ngeli në hije, sepse në bazë të informacioneve dhe le të themi të dhënave që unë kam, që më kanë ardhur nga stafi im, jam regjizori dhe producenti i parë shqiptar që po bëj një projekt nga, le të themi, nga Aja KZ-ja, i cili po del në kinemat europiane. Edhe unë mendoj që është një moment historik për ne si shqiptar, për kinematografin shqiptare, dhe është një moment i cili nuk duhet të lënë në harres. Pra, ne po ndryshojmë rregullat e lojës, ju kujtoj që ka regjizor edhe italian, po edhe të komsive, le të themi të ndryshme, të cilët prodhojnë filma nga 20-25 vite, edhe nuk kanë arrit akoma të futen në këtë sistem kinemaje. Pra është një diçka unike për të, le të themi, për të vlerësuar në mënyrat